Luana Bajrami nominuar për Oscar në kategorinë e filmit shkurtër. Aktoreja më e preardhë nga Kosova, Luana Bajrami ka arritur një moment historik në karrierën e saj ndërkombëtare, duke u bërë pjesë e garës për çmimin më prestigjioz në botën e filmit, Oscars. Filmi i shkurtër ku ajo mban rolin kryesor, Deux personnes changées de la salive, dy persona shkëmbejnë bështymën, është nominuar zyrtarisht në kategorinë Best Live Action Short Film në edicionin 98 të Akademisë Award. Projekti është një bashkëprodhim mes Francës dhe Shtetet Bashkuara dhe ka tërhequr vëmendje të madhe kritikës ndërkombëtare që nga shfaqja e tij e parë. Bajrami interpreton personazhin kryesor Males në film bardhësi me regji dhe skenar të Alexander Sinch dhe Natalie Musteata, ku spikat për stilin unik vizual, qasje në guximshme tematike. Ngjarja zhvillohet në një Paris distopik ku putjet janë ndaluara me ligj dhe ndëshkohen ashpër. Përmes një komedie të errët dhe simbolike, filmi trajton temat e dëshirës, tërheqjes, rivalitetit dhe dhunës së stilizuar.